Komisionerja e BE-s për zgjerimin, Marta Kos, duket se ka ndryshuar tonin ndaj Shqipërisë pas kritikave dhe zhvillimeve të fundit. Ajo, e perceptuar më herët si mbështetëse e arritjeve të qeverisë shqiptare, tani po reflekton një qëndrim më realist, duke pranuar se vlerësimet pozitive nuk përputhen plotësisht me raportet ndërkombëtare si ato të OSBE ODIHR. Sipas analizës, raportet kritike për standardet zgjedhore dhe shqetësimet për ndërhyrje të pushtetit ekzekutiv në drejtësi mund të ndikojnë negativisht në vendimmarrjen e Komisionit Evropian për integrimin e Shqipërisë. Një tjetër element presioni është edhe rreziku që vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, të humbasin fonde nga plani i rritjes, ku vendi ynë rrezikon rreth 67.7 milion euro për shkak të moszbatimit të reformave. Ndërkohë, Kos ka theksuar progresin e Malit të Zi, duke e konsideruar atë më pranë antarësimit në BE. Në të kundërt, ajo ka kundërshtuar idenë e një antarësimi të lehtësuar, të propozuar nga Edi Rama dhe Aleksandar Vučić, duke theksuar se antarësimi në BE nuk mund të jetë i pjesshëm. Një vend ose është antar me të drejta të plota, ose nuk është fare. Në tërësi, qëndrimet e fundit të Kos tregojnë një distancim nga retorika më e butë e mëparshme dhe sinjalizojnë se procesi i integrimit të Shqipërisë mund të përballet me pengesa më serioze nëse nuk përmbushen kriteret.